sjell moment pas momenti të gjitha zhvillimet dhe reagimet të cilat na vijnë nga shtetet përkatëse. Po shkojmë edhe një herë tek reagimet të cilat na vijnë nga shtëpia e bardhë, pas reagimit të Trump që e ka situatën në kontroll. Kjo erdhi dhe si njoftim nga biseda telefonike me Netanyahun. Kemi një reagim tjetër nga zëdhënësja e tij ku thotë që presidenti Trump monitoron situatën, ka monitoruar situatën gjatë natës në zonën e Mar-a-Lagos, gjithashtu edhe të pjesëtarëve të tij, pra të shtetit, që janë pjesë e ekipit të sigurisë kombëtare. Presidenti ka folur me kryeministrin Netanyahu në telefon dhe sa i përket këtyre sulmeve, sekretari Rubio ka telefonuar të gjithë anëtarët për të patur, besoj, do kemi mund që të shohim të gjitha zhvillimet, për të patur një komunikim të mëtejshëm. Ndërkohë thuhet që presidenti dhe ekipi i tij sigurisë do të vazhdojnë nga afër të monitorojnë situatën për gjatë ditës. Po e kemi të plot edhe reagimin e sekretarës së Shtëpisë së Bardhë, e cila sigurisht përcjell moment pas momenti edhe të reja që na vijnë, pasi sikur se ju njoftova, pasi pati edhe një telefonat të koordinuar mes dy liderëve për të folur edhe për të diskutuar mbi koordinimin e sulmit të tyre kundrejt Iranit. Bëhet fjalë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një herë edhe Izraelin kundrejt Iranit. Ndërkohë, Irani, sipas njoftimeve, nuk tërhiqet, vazhdon të pohojë në deklaratat moment pas momenti se do të vazhdojnë në këtë sulm. Nëse nuk gabohem, jemi duke ndjekur disa prej pamjeve, regjia më ndihmoni pak. Kjo, nëse nuk gabohem, është rezidenca e Ajatollahut. Unë ju thash pak minuta më përpara se është përndar një lajm nga mediat izraelite që ditën e sotme mund të jetë, a e thuaj që është vrarë lideri Khamenei, sigurisht pritet një deklaratë zyrtare e konfirmuar nga shteti i Iranit, pavarësisht se ka ngritur disa pikpyetje, fakti që ai rreth një orë apo rreth 2 orë më përpara duhet të dilte një konferencë për shtyp, gjë që cila nuk ka ndodhur, dhe kjo ka ngritur edhe një herë dyshimet që një gjë e tillë mund të jetë e vërtetë. Dhe një herë unë dua të theksoj burimet përkatëse për të qenë për të treguar e drejtë dhe korrekte me informacionin që jemi duke shpërndar moment pas momenti. Këto janë pamjet të cilat kanë ardhur nga burimet izraelite, teksa shihni të paktën nga ajo çfarë duket këtu në një plan ajror, ndërtesa apo zona e rezidencës së Khameneit, e cila është goditur. Deri në këtë momente, sikurse ju kam thënë, ka një shkëmbim zjarri, më saktë bëhet fjalë për raketa balistike dhe për dron kamikaz, të cilët janë duke u përdorur në këtë shkëmbim zjarri mes 3 shteteve. Kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës në koordinim me Izraelin dhe Irani, i cili po ashtu është kundra përgjigjur. Një situatë e cila sigurisht ka sjell në vëmendje situatën, shqetësimet në lindje të mesme. Ndërkohë, teksa regjia më ndihmon që të kemi edhe një video të re. Kemi një video të re. Këto janë, besoj regjia është duke e dhënë, ky është momenti ku vihen re disa raketa balistike. Sipas informacionit i cili sapo ka ardhur, thuhet që këto janë sulmet, pra sulmet nga raketa balistike të cilat janë raportuar në Bahrein, në Dubai, në Doha, në Kuwait, zona në të cilat sigurisht ka trupa apo forca amerikane. Më saktë, Irani kishte paralajmëruar që do të sulmonte të gjitha forcat ushtarake, pra bazat amerikane ushtarake në lindje të mesme nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të godisnin Iranit. Dhe këto janë pamjet të cilat në një farë mënyrë konfirmojnë edhe paralajmërimin e ardhur nga ana e Iranit. Jemi duke ndjekur moment pas momenti të gjitha zhvillimet të cilat na vijnë